Dhe kalaja e Ulqinit. Për kënaqësinë e kësaj feste të madhe kam ftuar këngëtarin ton, njërin nga më të mirët në botën shqiptare, Shkelzen Jetishi Xeni. Këngën e parë që kam mësu është Më ka shku mendja me u feju. A i ke këndu vetës ndasëm ajo? Unë kom bo fejes, Po? e në martes kom bo. E kom grabit. Shku me rrotullon biftekin tash, qesëm edhe salcën për mi. Mund të flasë për një feminin me të thonë të drejten të lumëtun. Klasën e 6 dikun zbulohet një talent i im. Në gjako kur i kom nu mas pari syzat, Po? pyqin pse i vnove, shka i vnove, se cili pyte, njeni më pyti, tha pse i vnove, thash po s'ponoj. Tha po qysh s'ponoj, thash po ti, pse po më vedh vlog, pse i vnon njeri syzat. Një qorë të cilën e pregatis të vjera ime zakonisht për ditën e Bajramit. Veç e qëtë në tavolinë, edhe musafirët e marim vetë. Kur e di sa mirë ka me mbo kjo pije, mu hec manin apo duket e bukur, as po duket. Xen, mos ma ki qu gabim qëtë mesazh. Edhe ka qu një figur të qesh me lot. Vjen keq për qiken që si kom kënu ndasëm, sepse ajo është u martu në Amerikë, besoj që nuk do të vanohen shumë edhe do të bojmë, unë du me e pa qiken me vellët bardë. 30 ditë Ramazanit, nuk kam hangër, nuk kam pije, o kur vje dita e Bajramit, bash me Xherin shkojnë xhamije.